Kryeministri Kristian Mickoski nuk pret ndryshime të mëdha në çmimin e rrymës për qytetarët nga janari. Ai thotë se qeveria do të vazhdojë të subvencionojë çmimin që të mos ketë goditje për familjet. Ai përsëriti se nëse anvisëri do të kalonin në tregun e lirë, do të paguanin në rrymë 50% më të shtrejt, por theksoi se një gjë e tillë nuk do të ndodhë. Сега ќе видиме регулаторот на крајот од ова година ќе донесе одлука за тоа дали ќе има и ако има на колку би било, иако не очекувам некои големи отстапувања од оваа цена која што е. Дали ќе биде 0, 1, 2, 3% или некој процент повеќе или помалку, тоа ќе одлучи регулатор. Ndërkohë EMV ka marrë një kredi të re prej rreth 60 milion eurosh nga 3 banka vendore. Gjatë një viti kjo është kredia e tretë. Më herët u mor një hua nga rreth 110 milion euro. Kryeministri mbetet optimist dhe pret që nga viti 2027 EMV të stabilizohet financiarisht. Се намалува увозот на јаглена, потребно е да се зголеми производството на домашен јаглен. Се подготвуваат рударски проекти. Од друга страна, се акумулираше доволно енергија во хидроелектраните, бидејќи таму производната цена е најмала, таа е отприлика 20 евра по мегават сат. Очекуваме овој тренд да продолжи во 2026 и 2027 и 2027 година да се нетираат практично цената расходно, односно цената на чинење на електричната енергија за АДСМ и онаа цена која што ќе ја продаваат на пазарот. Këtë javë Komisioni Regulator për Energjetik do të marrë vendim për çmimin e transmetimit, distribuimit dhe operatorit të tregut, për të cilët thotë se nuk do të rriten. Por në çmimin përfundimtar do të ndikojë më shumë ti fakti që EMV në tenderin për furnizuesin universal EVN Home ka ofruar çmim prej 65 eurosh për megavat orë, rreth 5% më i lartë se tenderi paraprak. Për llogaritjet përfundimtare se si do të shpërndahet kjo në blok tarifash, do ta bëjë EVN Home dhe do t'i dorëzojë regulatorit. Çmimi i ri i rrymës do të vlejë nga janari dhe do të shpallet nga Komisioni Regulator.